Përshëndetje të nderuar teleshikues të Akrois TV, jemi këtë të premte në emisionin Kuvend, si për herë. Çfarë rubrike kam sot? Unë kam thënë disa herë që preferoj që në emisionin Kuvend kemi të ri, profesionistë e ri. Dhe kësaj radhë do vazhdojmë me atë rubrikë që kemi patur edhe herë tjetër, rubrika që lidhet pra Kuvend me profesionistë të ri. Normal, jepja ime është që të përzjedh të ri të cilët janë modele për të tjerë, që mund të udhëheqin me shembull e tyre për tjerë, janë të përgatitur, kanë kontribute dhe kanë vlera, sidomos edhe kur punojnë në administratë që kaq shumë ka nevojë sot administrata shqiptare për profesionistë të ri. Dhe kam Blenard Dudi që është specialist në geoinformatikë. Blenard, mirë se erdhe në Kuvend. Mirë se ju gjeta. Nuk e kisha menduar që edhe për geoinformatikën do bëj Kuvend. A të pëlqen që të bëjmë Kuvend në sensin e profesionit që ke ti? Po, patjetër, sepse është një fushë e re që merret me krijimin, analizimin, menaxhimin e të dhënave dhe në vetvete, në tërësi pasi analizohen të gjitha të dhënat që ka të bëjë me topografinë, me mjedisin, me shumë elemente të ndryshëm, arrin të merren edhe vendime të ndryshme sipas instancave përkatëse. Shiko, e di pse të thirra kësaj radhe. Shiko, kam vure që edhe lufta sot po bëhet lufta gjeohapsinore. A ke vure? Po, patjetër. Ajo që po ndodh për shembull, ke parasysh në linjën e mesme. Kështu. Nga ana tjetër, gjëja që ka lidhje me morfologjinë e tokës, me shemjet, me njërin me tjetrën. Nuk e di se sa lidhen këto, domethënë, se sa është një lloj nuk e lidh si vetë geoinformatika me këto aspekte. Geoinformatika në vetvete është një term që mbart shumë fusha në tërësi, por në përgjithësi menaxhimin e tyre dhe dhënien e një informacioni sa më të saktë dhe korrekt për daljen një vendim të caktuar. Ka të bëjë me mjedisin, me infrastrukturën, me menaxhimin e territorit në tërësi, ka të bëjë me prodhimin me të dhënat që mbarten për prodhimin e energjisë, gjithçka që lidhet me menaxhimin e të dhënave gjeohapsinore i përmbledh kjo fushë që quhet geoinformatikë. Ja, mendon që je një specialist i mirë. Je bërë një specialist i mirë. Tani të flasësh për vete nuk është gjë e thjeshtë, por përpiqemi të bëjmë më të mirën. Po. Në mëngjes kur zgjohemi me idenë për të bërë mirë. Okej, po kur them unë kjo, ti pyetje kam këtu, domethënë, si ka arrit Blenardi që tjetë sepse do enumërojmë disa gjëra që ke ti, domethënë, çfarë ke mbaruar etj me radhë, domethënë janë një enumeracion. Si ke arrit ti që fëmijë, domethënë, ke qenë i dhënë pas shkencave natyrore, edhe pas kësaj dege, pastaj ku the po, ja vlen që unë tani të fillim, ti ke marrë gjimnaz. Po, kam marrë gjimnazin në qytetin e Rrëshenit. Po, dhe ke qenë me rezultate të mira. Me rezultate të mira. Mirë, po, pastaj e vendose? Pastaj është kjo përzgjedhja e lëndëve që bëhen. Po, nuk shkove në shoqërore, pra, no? Jo, nuk. Se nuk ishte tip Dembele, se ngaherë themi që në shoqërore shkojnë pak. Jo, kam qenë kërkues. Ke qenë kërkues. Ditën e parë të punës se kam 13 vjeç. 13 vjeç? Po. Se çfarë punë bëje 13 vjeç? Në lavazh. Në lavazh. Po. Pra ti ke punuar gjithkohën. Po. Ashtu. Tashi, në atë kohë në cilat landë ishe më mirë, domethënë, në gjimnaz, për shembull, që pastaj fillove dhe projektove të ardhmen tane përmes asaj çfarë ishe gjimnazist? Në përgjithësi të gjitha dhe nuk e kam pas të ndarë. Kjo ka qenë një histori e lezetshme se nuk e kam pas të ndarë. Ne në vitin 2011 kishim të drejtë të zgjidhnim 10 lëndë në formularin A21 me sa mbaj mend. Edhe ishin 2-3 lëndë se plotsonim u llogariste kalkulimi i pikëve. Po. Edhe e shikonim se ku mund ta gjenim veten. Edhe geoinformatika në vetveten nuk është se ka qenë jo. Edhe unë kam qenë, mbaj mend rast, kam qenë me vllajën, edhe kishim 2 opsione, gjeologjinë ose geoinformatikën. Po. Edhe me thënë drejtën ne e bëm me si thonë, e bëm me letër me vrim. Po, me shans domethënë, se sa shans kam. Po, e bëm me shans edhe që shkove pastaj. Aty mra shansi. Dhe pastaj ti ke shkuar në shkollë të lartë. Po. Domethënë shkolla në fakultetin e
Fakultetin e Gjeologjisë dhe Minjerave, e në vitin Gjeologjisë dhe Minjerave. Gjeologjisë dhe Minjerave. Po. Po. Edhe aty pasaj je drejtuar të kjo? Pastaj jam drejtuar të Gjeoinformatika. Gjeoinformatika, po. Edhe kam përfunduar ciklin e studimeve bachelor 2011-2014. Po. 2014-2016 kam përfunduar masterin profesional po në këtë profil. Pastaj në 2024 kam përfunduar profilin e gjeomatikës. Gjeomatika. Po, e kam bërë një eksperiencë shtesë për shkak se kisha nevojë edhe për pjesën e matjeve topografike ta ndërlidhja me profesionin që bëj. Edhe në 2024-2025 kam bërë disa lëndë shtesë edhe kam përfunduar masterin shkencor të gjeoinformatikës për shkak se kisha marru 2014-2016 disa lëndë shtesë edhe mbyllur. Mi po ti nuk rri me i master, se ke vazhdu dhe i master tjetër, ke qenë master profesional në inxhinieri burime minerare, profili gjeomatik. Gjeomatika, po. Gjë interesant, gjeomatik, këto terme në fakt me thënë drejt nuk jam shumë i njohur me to po. Gjeomatika ka të bëjë me terrenin, ka të bëjë me minjerat, matjet topografike që realizohen në kuadër të projekteve të ndryshme të infrastrukturës rrugore, hidrocentrale, navga, sjellës, me gjitha pak a shumë, por topografia shkruaj fjala. Shiko që të them se ti ke qenë ambicioz, edhe njëri që je ngull në libra, je ngull në punë, ke pas një vullnet pa shoq. Që ta di njerëz. Sepse unë kam një listë tonë, po do i përmend tona. Edhe pas ti master ti ke vazhdu një program të studimit, formimit të vazhduar, siguri edhe shëndetin punë. Po, e vazhdoj aktualisht. Dhe e vazhdon. Po, e kemi mbyll tani në ashtu. Kursi pas universitar në fushën e vlerësimit pasuritë palujshme. Po, jam ekspert. Ka dhënë evidencë kjo, do na i thush më vonë pasuritë palujshme, problemin që ka etj me radhë. Pastaj ke pas po me temën 15 programe sisteme gjeografike të informacionit GIS, po. GIS. Falas. GIS Falas, ë? Po, është. Çfarë është kjo? Është një temë që e kam huazu nga një revistë franceze. Po. Edhe e kam përkthyer edhe i kam përditësu gjitha këto programe, i kam prek vetë me dorë për të studiu, për të analizuar ndryshimin ndërmjet tyre, edhe në fund të ditës kam zgjedhur cili është programi im që më përshtatet më shumë mua për këtu ku jetojmë në Shqipëri. Po, e qartë. Dhe pastaj janë disa certifikata. Ke shumë certifikate trajnimesh. Ti marrim me radhë. Certifikat trajnimi në AutoCAD 2D, Po. Mbrojt në Institutin Leonardo da Vinci, Po, e kam mbrojt në vitin 2016. Bravo. Certifikat trajnimi në AutoCAD Civil 3D, mbrojt në qendrën e trajnimit të avancuar, QTI, edhe këtu. Certifikat trajnimi në ArcGIS, Sisteme Gjeografike të Informacionit, mbrojt në qendrën e trajnimit të avancuar edhe këte. Certifikat trajnimi në programin financiar, Alfen, pas marrë dhe këte, Web Business, mbrojtje në Institutin e Modelimeve në Biznes, po. Certifikat e mbrojtjes së gjuhës angleze normal që ti me këto pas gjuhën angleze nuk do ishte ky që je sot. Certifikat lëshuar nga DAP, për kryer me sukses programit kombëtar praktikës së punës, po. E me radhë certifikat lëshuar nga GeoViosa për trajnimin instrumentin GPS që janë këto. GPS është GPS, po, dhe stacionin total si dhe software-et, XPath Survey, janë programet. Programe, bravo. Certifikat lëshuar nga Costinger International Consulting, E kemi bërë mirë ditë. Te keni bërë, po, kur i qenë këtu, po. Forcimi i kapacitetit lokale, menaxhimin e projektit, po, bukur. Certifikat tjetër lëshuar nga Antark, për kryer me sukses trajnimin seminar me temë partnerës bashkë kundër korrupsionit etj. Se futesh dhe te këto ti. Certifikat lëshuar nga ASPA, Shkolla Shqiptare e Administratës Publike. Themi edhe këtë, që ke marrë edhe këtë ti. Certifikat lëshuar nga ASPA me temë planifikimi strategjike, se mbaj mend se të kam ndjek në planifikimin strategjike. Certifikat lëshuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë bashkë me UNDP-n për përfunimin e sukses trajnimi me temë mënyra aplikimi për fonde nga buxheti i shtetit për programet e strehimit social. Shiko tani, Denar, pra gjitha këto, dhe ti e ke fillu punën pas shkollës, ku ke fillu? E ke fillu si zyrtar,
në urbanistik, në këto sektore? Punën pas shkollës e kam fillu në një studio private që merrej me legalizimet në zonën e Bathores. Pra, e ke filluar atje në Tiranë, Po, në Tiranë. Studio private? Po, Sa ke punu aty? Kam punu 4 muaj. 4 muaj. Po ç'a bëje aty? Ç'a punësh bëje? Aty realizonim matjet topografike të parcelave edhe hartimin e planimetrive. Se i kemi ato fotografi që të kam thënë, i kemi ato fotografi se do na ilustroj. Edhe hartimin e planimetrive për procesin e legalizimit të banesave. Se të shoh vazhdimisht me një aparat në dorë, si quhet ai aparati? Çfarë është ai? Aparati quhet instrument GNSS. Po. GPS. A na ke sjellë cili? Ky është, po. Ky është i evoluar, i avancuar, ëh? Po. Nga ana teknike? Po, është. Me betejë këmbure që i vjen një mbrapa një shkop kështu poshtë. Zhalonin. Ë? Zhalonin, po edhe ti të shoh gjithandej për arën, për rrugën, për kështu, ku diun, studime gjeologjike si ç'bëti me të. Ë? Pjesën topografisë. E njeh mirë këtë, ë? E kam pasion, me thënë drejtën. E ke këmbure, pra që e ke pasion. Kjo ngjitet me këtë, është bashkë me tastierën. Po. Vihet te zhaloni. Po. Pastaj krijohet puna. 4 muaj punë private ty të kanë shërbyer për mirë. Po. Se du me thënë dhe i gjatë tjetër, se çfarë puna private me punë shtetërore. Pas kësaj pune ti ke qenë pastaj punën ka marrë në Bashkinë Mirdit. Në administratën e Bashkisë Mirdit. Po. A ka pas ndryshim mes dy gjërave domethënë? Ë? Është problem në Shqipëri, sot është problem shumë i madh. Ka ndryshim. Sepse në të dyja vendet punohet, por ritmi punës është ndryshe. Në administratë është i çik më i avashtë, më burokratik. Është i saktë, por është po ti punon mirë ose në administratë ke mundësi edhe me bon siguri të punu. Është kjo se shumë bëjnë kështu Blenard. Do të them një gjë, unë pra kam thirrë edhe për një gjë tjetër, për të thënë se çfarë Blenard, ti ke punu ke Bashkia e Mirdit, do të na thush disa gjëra aty që ke arrit. Çfarë fute gjë të reja aty? Dakor? Dhe pastaj përse ti shkova ke Bashkia e Krujës, dhe pastaj në projekt je përfshi dhe me Bashkinë e Lezhës, po je përfshi edhe me Bashkinë e Shkodrës. Dakor? Se nuk ka luks Mirdita mos e pas një specialist si puna Blenardit. Tani më thuj, kur u fut aty, çfarë bëre të re? Edhe çfarë kishe kontrapunte? Ka pas kontrapunte sa dush. Kur u futa aty, njëherë specialisti i gjisit nuk njihej si... Snifej fare. Nuk njihej si element. Pra. Ditën e parë të punës, kam kriju një folder, edhe kam fillu me mbledhjen e të dhënave. Fati i madh imi personal ka qenë se ne në atë kohë po merreshim me planin e përgjithshëm vendor. Edhe kryetari i bashkisë më angazhoi me mbledhjen e dhënave, me kontaktet me studion e huaj që pati ardhur për të hartuar planin. Po bëjmë që ka qenë greke ku diu çka qenë, po i mbajmë ato, po. Edhe gjej rastin t'i falenderoj këta persona sepse nga një zyrë, po them me punë normale, standarde, u bë mundur dalja në terren në gjithë pikat nevralgjike, në gjithë fshatrat e Mirditës, ku aty u kriju baza për projektimin e infrastrukturës, e pallateve të reja, pavarësisht se si erdhi puna e tërmetit, por ajo zona ku janë ndërtuar pallatet e reja ka qenë parashiku nga plani urbanistik edhe për strehimin social. Edhe kam pas fatin që në çdo fshat të Mirditës minimalisht ta vizitoj 2 herë, edhe nuk ka fshat që s'kam shkel edhe... Se nuk ka fshat që për shkel edhe unë, kam shkel çdo fshat, po ti e ke shkel në mënyrë ndryshe. Po, evidentu problematikat, hartografimet, kështu ka po. Kam realizu hartografimet, kemi vendos piketat për linjat e tensionit lartë, për rrugët, për shkollat, për çdo element që ka lidhje me informacionin gjeohapësinor, dhe të gjithë këto element së bashku me
bashkë me opinionet, me mendimet e kolegëve, të drejtuesve tonë. Po. Ti ke punu dhe ke shku mirë me Mhillin, Mhill Paçukun, ke pas shef urbanistike, ha? Mhillin, përveç se shef urbanistike, Mhillin e kam mentor, si... Okej, se njeriu duhet me edhe... qenë mirënjohës dhe falënderues, bravo. Po, edhe... Do me thënë, Mhillin e madh, edhe specialisti mirë Mhilli, ha? Jo, specialisti, ka mbaj peshën, gjatë peshën e madhe, për urbanistikën e projektet e njëra tjetër. Është mirë, faktikisht kur ke disa specialistë. Mhilli është legjendë gjallë. Po, legjendë gjallë, po. Kush do me ditë. Okej. Shiko se më bë përshtypje atëherë se unë, nga që isha në komision vlerësimi figura, ishin kjo rrugët njëra tjetër, dhe gjithmonë thoshën, po, me bon studimet dhe ti, boje studimet. Po, bëja gjurmën. Me gjithë gjurmën e rrugës e tjerë, gjithë kondicionet që projekt vendimit që bashkë. Ishe shumë bukur. Po, gjithë tjetër qaj solë mirëditës si në këtë periudhë që ishe? U përditësun rrugët në sistemin adresari në bashkëveprim me Ministrinë e Mbrojtjes. U bë një punë paraprake, mund të them, për zhvillimin rural, për fshatrat e Katundit Vjetër edhe të Oroshit. Po. Pas paraprake, nuk është se ka avancu. Tani është bë zgjerimi i rrugës. Plani urbanistik që ka ndihmu në investime të ndryshme në gjithë territorin, që ju ka shërbyer shumë edhe individëve për të hapë ambiente të reja pritse, duke filluar nga Gurth Spaçi në Përlat, në luginën e Fanit Madh, në Katund Vjetër, po. Do më thënë sepse gjithçka po nuk janë këto dhana, po ai këto gjithçka ka të bëjë me menaxhimin e territorit, sepse ne kemi organizu disa mbledhje që u bënin, kishin një skedar të caktuar, do të thënë planifikimi gjitha deri në përfundim kur miratohej jepej miratimi paraprak në Agjencinë Kombëtare e Planifikimit të Territorit. Vinte u miratuan Këshillin Bashkiak të Mirditës, pastaj deri në përfundim që u miratuan në Këshill Kombëtar të Territorit, mbaj mend me vendim numër 2, datë 20 qershor 2018. Edhe ai plan urbanistik është sot në fuqi. Me disa ndryshime që i kemi pas. Po baziku është. Po. Dhe ky është instrumenti i zhvillimit kryesor. Instrumenti i zhvillimit, po. Ndërkohë ka një gjoti, periudha e tërmetit. Po. Ke periudha e tërmetit, është një eksperiencë, duhet ta them këtë edhe publikisht, që është një eksperiencë shumë interesante. Në fakt, mua më ka pëlqyer edhe pse të kam nxit me bën diçka ndryshe, sepse i rri idesë që një zyrtar që thjesht shkon dhe me marr rrogën, me marrë ditën e punës, po duhet shohim pak më përtej. Domethënë, atë praktik, eksperiencë që mund të ketë kaluar një mend saktuese, tërmetet vjen një herë dhe bën atë që bën, ose mund të bjerë edhe mas 10 vjeç, 20 vjeç, 50 e tjerë. Por gjithaj ndryshimi i madh që ndodhi, realisht duhet pasqyruar. Dhe ti ke një eksperiencë shkëlqyer aty, është një fotografi ku ma ke sjell mua atë, më ke sjell studimin që ke bën. A ke këtu? Po ja shi si ka ky ja. Ja shi. Këtu, të kam bo... Ja tregoj pa, ja të tregoj ja shi. Edhe shi, ja. Shi tani, po, okej, na fokuso Gledi, po. Kjo është zona e re ndërtimore. Zona e re, që ti e ke... Në qytetin e Këshillit, që ka qenë ish reparti ushtarak. Shi tani se si ban një zyrtar, për ne e kam ftu, në fakt më shumë për këtë gjë kam ftu te Blenardi. Shi çfarë do të thotë që të bëjë një gjë ndryshe, një zyrtar që bëjë gjë ndryshe, ja. Edhe fillojmë këtu, është një lloj libri në vetvete, janë gjithë procedura, folti më të flasun, folti, se ti je për këtë gjë, hajde. Po. Kjo është tema e diplomës që unë kam realizuar në vitin 2024 me datë kategorik. Kam bërë prezantimin. Edhe janë gjithë praktikat e punës që ke pas. Pra fillon e gjithë praktika. Sa orë pune mund të jenë, sa ditë pune janë bën për me bë këtë? Ta kuptoj njerëzit. Janë pothuajse 3 muaj. 3 muaj. 3 muaj që kam bë punë individuale, pavarësisht punës terrenit që kemi bë me gjithë kolegët
edhe faktorët në Bashkinë e Mirditës. Pra e ke në gjitha, hap dhe disa fletë shu që të shihen, okay? Pra të gjitha këto edhe praktikat shkresore, është që nga rënja e tërmetit, po, matjet, hartat, epicendrën që po, ja, ja, shqipja. Fatkesia që ndodhin në zonën e Thumanës. Ja, edhe, pse i ke studiu dhate? Po, e kam hedhe edhe atë. Edhe atë e shishi? Po. Pra, shiko, ka një, Blenard, okay, që mos e vazhdojmë madhe. Ka një gjë domethënë që ti, një zyrtar, deri tani je zyrtari i vetëm Shqipëri që e ke sjell kështu. Ai kupton, e ke sjell në formë libri. Kjo është një gjë e mrekullueshme që ke bërë. Unë ta kam thënë, edhe sinqerisht falenderoj. Është deri në dhënien e qelsave. Pra deri në dhënien e qelsave të shtëpisë. I gjithë është këtu. Gjithë procedura. Gjithë procedura është këtu. E sjell se nga një herë to harrohen ose lihen për dosje, po kush i hap dosje, se i hap kush dosje, ta kuptoni. Por e ban libër është gjë tjetër. Kjo është një kontribut. Pastaj lëvizet, hike nga Mirdita. Unë vitin 2024 në mars lëviza për në Bashkinë Kruj. Po. Me thënë drejtën kërkova sfida të reja, sepse aty ishin disa projekte specifike në lidhje me rrugët. Dhe aty për dy vite 2024, 2025 ne kemi bërë kemi qenë të përfshirë në rreth 90 projekte të ndryshme. Në bashki atje? Në Bashkinë e Krujës. 90 projekte. Po. Qa janë kryesisht? Mi thuj pak ku kike që dora jote që shihet, se do i qesim edhe me fotografi. Ato janë rrugë, infrastrukturë kulluese, kanale, shkolla, element, kështu, objekte të ndryshme, po kryesisht rrugë. Po 90 projekt, po krahasuar Mirditën, fjala vjen në një periudhë qetë, po marr se kur ishte tërmeti kishte punë, po krahasu si ishte fluksi i punëve. Jo, ka volum pune më shumë se në Mirditë. Po ishe i kënaqur me atë volum pune apo e doje këtë volum pune? I kënaqur po patjetër sepse janë sfida të reja dhe në fund ditës kemi dalë te puna, s'kemi. Ashtu si. Bravo. Bravo. Shiko, ty Bashkia e Krujës të thirri, do kishte marrë, kishte pasë kush është Blenardi? Aty me thënë drejtën... Apo konkurove, si ishte? Aty me thënë drejtën, unë kam gjetë një ambient shumë të ngrohtë edhe kisha njohje që para që të planet urbanistike, që të kontaktet që bënim me kolegët e mi për lejet e ndërtimit, ndërveprimi me njëri tjetrin edhe e kam gjetë gati infrastrukturën. Atje? Po. Edhe jam falenderues mirënjohës se kanë prit me të vërtet shumë mirë. A ishte ndryshim në pikpamjen e zyrës që ishte aty ta zëm edhe në përmbajtjen e saj, përveç se infrastrukturës që ka, po edhe në koncept? Jo, në koncept jo, se në urbanistik, për në urbanistik lëvizon. Po çfarë po urbanistika mund të jetë një... Por vetëm se ushtu volumi punëve në infrastrukturën rrugore, në Mirditë bënim ndaj projekt për rrugët edhe kryesisht edhe rrugët rurale, këto hapjet e reja në fond pyjor që bëhet për efekt kur e kërkojnë qytetarët, banorët, kurse aty ishte tjetër volum, janë rrugët ekzistuese, ndërhyrjet e to, riveshje me asfalt e tjerë, azhurnim. Çfarë përshtypje ka Bashkia? Domethënë, atje ranë syt edhe titularit bashkisë në Krujë. Ne kemi nuk është puna për me ra për duk. Po njeriu bjen kur ti bash, sidomos në teknologji ka shumë teknolog, domethënë njerëz që merren me teknologji janë domosdoshme. Dhe është pa mundur ata të mirë të mos bien sy. Pra ne jemi bien. Aty stafi është i mirë organizuar në çdo punë. Po thuj se në detaje dhe nuk mungon asgjë. Unë në fund ditës kam bërë punën time, asgjë më tepër. Kaq, je edhe modesti. E ke parim. Modest edhe mirënjohës. Edhe mirënjohës, pra i ke dy, bravo Blenard. Blenard, shiko tash, ti pastaj ke vazhduar një master tjetër. Dhe një master që pothuajse ishte një këtë lloj praktike që ndoshe në Mirditë dhe në Krujë, por që e ke njeh me një projekt tjetër
që ka të bëje me zonën e Shkodrës. Po. Edhe ma ke sill dhatë mu. E kemi këtu, ja, që t'ja u themi, se ky nuk rri, po nuk punoj ndryshe, nga të tjerë ky është e pamundur. E qa ke aty, qa projekti këtu bëjmë me këtu? Ka të bëjë me infrastrukturën e linjës internetit për një X kompani të caktuar. Po. Edhe se t'ja themi ti edhe ti Netsuskomit Deda, se Netsuskomi ka Deda. Të ku bëhat emisione, njep Dedën. Deda si kam shërbyer mirë ditë. I ke shërbyer Deda. O, po, atëherë pasar ke veni ti. Edhe është, ka bën 20 vjet Netsuskomi, ja kupton ti? I bën një super event të bukur, dhe me thënë drejt bën punë shumë mirë, edhe shërbimi ka shumë mirë. A je dakord me këtë? Patjetër që. Të mos i bëj fushë unë. E një personalisht, s'kam nevojë një bërë reklam. Bravo. Po, tani aty po një kompani infrastrukturës së një kompanie. Po. Kjo është në zonën e Shkodrës? Në zonën e Shkodrës. Po, e ke studiu mirë, ha? Po, fillimisht kemi bë matjet fillestare. Unë kam qenë aty si bashkautor me dy miqtë të mi, që njëri është profesori që kam bërë 2 temat e diplomës, Marpol Koçe, dhe tjetri Armand Vela, është një ndër topograf më të mirë në veri, si e themi. Bravo. Edhe kemi fillu me matjet, me pjesën ligjore që kemi komuniku dhe me juristë e kompanisë e këto. Kemi bërë përgatitjen e gjithë dokumentave. Ja. Hartu projektet. Shisa ka. Studimet mjedisore. Ju tri që vinë administrata, shkini, nishin pak, ja. Shqipe. Jemi është pajis kompania me lejën e ndërtimit nga Bashkia Shkodër. Edhe ka fillu zbatimin në terren, në rrugët, sipas. Shiko, shumë bukur. Ke disa kode. Ja, kjo është planvendosja. Ja, shiko. Sipas grafikut punimeve është realizuar çdo punë, është monitoru vazhdimisht deri në përfundim. Hartim situacione, gjitha, domethënë. Çfarë kanë thënë kur e kanë pa këtë, domethënë, të mbledhur, kështu, të kodifikuar bukur etj, siç i ban ti. Çfarë kanë thënë? Ata kompanisë që ke pas po dhe profesori jot. Ne, me thënë drejtën, kjo punë është realizuar dhe herë tjera, po jo e kornizuar, është bëhet copa, si me thënë. Po mimo, Blenard, se e kam hallin këtu, do më dakord, i ban të gjana, përdosi se duhen përdosi e punë, duhen kështu. Po nuk para merë kush me i ban, me ban dhe i liber, a këtë ndimër. Unë po them këte. Kjo është e veçanta, e kupton. Unë nuk shoh në administrata që ti punojnë kash mirë. Edhe për shkak të legjislacionit që do të përputhet me Bashkimin Evropian, kjo është e detyrueshme për shkak se po ta vëmë re linja ekzistuese e internetit, po të bësh një vizitë, një inspektim, pothuajse në shumicën e vendeve ka filluar të bëhet nën toksor si rrjet. Por ka qenë ajror. Që pengonte si në vizualizim, edhe mund kishte problemi mund detektohej i qikma me vonesë, kurse kur është rrjeti nën toksor, është më e vështirë për të dëmtuar. Po, e qartë. Okej, marrim pash diçka edhe me Lezhën. Me Lezhën çka ke pas me Bashkinë e Lezhës? Çka ke bën me Bashkinë e Lezhës? Është një projekt me Bashkinë e Lezhës, kam bën një projekt rrugë. Po. Ne nga rrugë e Velës, diku te 6.2 kilometra. Edhe kam bashkëpunu me ato kolegët e mi. E kemi mbyll dosjen nga fillimi deri në fund. Edhe kemi çu për miratim Këshill Bashkiak në buxhet e tjerë. Do me thënë janë 3 vende që ke, por njëkohësisht i ke punu dhe në Tiranë, unë e di që ke punu me këto punë private, pastaj e marr. Se shiko, privatët nuk të marrin nëse ti nuk je i dishëm, dhe nuk je konkret i sakt. Sa privat kanë marrë deri sot? Mi thuj paga shumë, hajde. Nuk di të them, i kam të organizuar më folër. Nuk kesh qef mi thanë ti, por tani ne unë prarit kam thirrë studio. Që ti thush, edhe të themi që okej, nëse nuk punon si puna e Blenardit, nuk merr kush. Pra i po them.
që nga viti 2018 mund të numroj 600-700 punë të ndryshme, që i kam të organizuar në foldera. Pra, 600-700 punë. Po, atë. Ashtë thirrë. Pra, një specialist i mirë, po që një specialist i mirë, ti thirrësh. Ndërkohë që kjo të donë ka volum pune. Mund të jenë projekte të ndryshme, mund të jetë diçka vogël, po them që i kam të organizuar të sistemit. Okej, pra do punë. Do më thënë sa të bie me punon në ditë? Sa orë punon në ditë? Të drejtën ka raste deri 11 natës. Po. Kudo gjithë ditën. Po. Ka raste që ndoshta bëjmë gabim shumë, po harrojmë edhe njerëzit e shtëpisë. Po. Si puna jote. Pura gazetarisë është gjë tjetër, po me një teknikë është gjë tjetër. Shiko, ti je updateuar vazhdimisht me teknikën e re, sepse kjo fushë e kërkon teknikën e re. Sepse gjithçka sot po bëhet teknikë. Ndërto, unë pash video që mi ke sjellë, do t'i japim. Po, kemi bërë në kishën e Gzicit, kemi bërë rrugën. Për një individ të caktuar, që ishte interesum, kishte vizionin, John Marku, Gjoni i pajtimit gjagjeve. Po, Gjini. Gjini, po. Me dron e keni bërë atë? Po, e kemi bërë edhe me dron edhe me GPS. Ky është droni, e? Po, me këtë e kemi bërë. Po si i bën me këtë, si? Thjesht përcakton vijën e fluturimit. Po. Ne jemi në rastin që kemi marrë 4 pika të forta në gjithë sipërfaqen e kërkuar, bëj fjalë diku te 10 hektar. Kemi vendos 4 pika të forta, i kemi ndërvepruar të dy instrumentat. Edhe me këtë, pra droni 4 pika të forta me GPS. Me GPS, po. Pastaj kemi përcaktuar vijën e fluturimit me dron, kemi bërë përpunimin në software-in përkatës, e kemi nxjerrë atë produkt që ju do shikoni. E pash, ishte shumë bukur. Do më thënë kjo, teknologjia vazhdon duke evoluar dhe ti merr teknologjinë më të mirë, sot për sot. Po patjetër. E ke të avancuar? Po. Edhe në programe, në programe je zhyt për të mësuar, pari herë sepse do të mësosh. Ka dy teknika. Duhet të lexosh shumë vetë. Po. Pastaj duhet që të veprosh edhe me YouTube-in, siç bëjnë gjithë ndoshta. Edhe është e thjeshtë aty, how to. Po. Edhe gjendet. Po. Mjafton që të kesh vullnet, edhe dëshirën e mirë për të bërë diçka të mirë në fund ditës. Ti vullnetin e ke. Se vullnetin besoj e ke marrë nga ndoj, nga babaj që ka qenë mësues matematike, apo? Mësues fizike. Mësues fizike, po më fal. Edhe se e ke pik dob dhe kemi dhënë fotografi që t'ju themi se ja ky është profesor Ndoj, që është në pension sot, ha. Pa i ta ka dhënë vullnetin, ha? Po, patjetër. Vullnetin. Dhe pastaj se ka qenë pa ushtarak fillimisht, ai, pastaj u morën fizikën, edhe të ka fut kështu duhet faktikisht, ti sot je në rregull. Thjesht ka dhënë një orientim, pastaj e kam ndjek. Pastaj e ke ndjek. Po, e ke ndjek. Si i thonë, të bë puna vetë. Shiko të bëj një pyetje. Gjithë të punë që banë normal që kanë shpërblimin. Po, patjetër. Dakor, kanë shpërblimin. Ti për shembull, nëse do të ishte puna me zgjedh, mes me shku me punë në Gjermani ose në Francë, edhe këtu ku je, ku shkon? A rri këtu apo shkon atje? Jo, rri këtu. Rri këtu. Rri këtu se tu ke afër në fund ditës. Njeriu ka nevojë për t'i dhënë dorën një njeriu të vet, ose një të afërmit të vet, një komshiu të vet, një shqiptarit. Jo. Po mirë, okay. Kjo është pak folklorike. Është po. E ka anën e mirë, po pak folklorike, po ti ka dhe gjë tjetër, se ti nëse do ishe fjalë vjen me një rrogë tul ti nuk rrin. Çfarë do rrin? Më mirë shko me punu jashtë, po domethënë ti në teras ke qenë i kënaqur me produktin, edhe produkti në fund ty të ka dhënë shpërblimin. Po. Pra ne po them ti më mirë je këtu në vendin tënd, por ama i ke bën kaq shumë shërbim. Je shkolluar kaq shumë, ke mësuar kaq shumë dhe je përkushtuar me vullnet pa shoq. Kjo shumë veçantë. Kështu që pranej është kjo që unë bëj këtë emisionin, profesionistë e ri, të cilët ju del dhe shpërblimi dhe nuk largohen nga vendlinja, por ama që duhen mbështet dhe duhen marrë si modele. Pranej edhe në këtë rast je një model vërtet shumë i mirë. Shiko, të marrim disa gjërat, unë mund të pyetësha shumë gjëra,
Për shembull për këto sheme që kanë ndodhur në rrugë, si në rrugë, ishte aksi Librazhit e me radhë. Ti duke qenë i fushës, unë kam thënë si nuk del me fol specialist. E fliçin më tepër me kakofoni, njerëz që nuk janë specialist, ja fusin kot. Tani kur nuk dinë gjemorfologjinë, pse ka ndodhur si ka ndodhur. Në fakt ka një gjë, rrugët shpeshherë edhe ndërtime të tjera bëhen pas studime, ose po e them unë thjesht sepse kam sentimentin unë. Okej, unë nuk e di fiks se si ka ndodhur, por di që në fillim bëhet projektimi. Po. Edhe studimi gjeologjik që duhet ishte bën atë rast, ndoshta s'ka qenë ai duhuri edhe ndodhi ajo që ndodhi. Por ky është rast për të vënë mend. Jo, okay, po në shumë gjëra, edhe ke ndërtesë këto. Sa i nevojshëm është studimi gjeologjik? Studimi gjeologjik është aja sepse mbi bazën e studimit gjeologjik edhe konstruktori edhe arkitekti, mbi bazën e studimit gjeologjik punojnë gjithë. Sepse në një vend ku ndoshta ndodhet në planin e rrëshqitjes ose aty nuk mund, atë do ta devijosh, aty nuk mund bësh objekt. Edhe është aja e punës. Po e qartë, por ama nuk është se i jepen, ti vërtet je i rezervuar për t'i thënë, por unë di një gjë që në studimet gjeologjike, pra ne kanë ndodhur shembujt e pallatit, edhe në kohën e tërmjeteve. Në shumë vende, domethënë janë bërë edhe pas studimit me fillda gjeologjike. Se shpesh herë studimet gjeologjike merret një firmë. Merret një firmë, thotë po se ka ajo duhet bë me karrotazh, me kampionim. Me kampionim. Po, duhet bë me kampionim. Ti i bën to? Jo, unë to nuk i bëj, po unë njoh kam kolegë shumë të mirë që i bëjnë edhe janë ndër më të mirë. Mund përmendjesh profesorin Avni Meshin, ai bën studime ndërkombëtare në Francë, Kanada, ishte të punu në Somalia. Pra, Shqipëria nuk është se nuk ka gjeolog. Ka gjeolog të mirë, ndër më të mirë në Europë. Ndër më të mirë në Europë. Po. Pra, që shkojnë dhe bëjnë studime dhe japin garanci për atë ndërtime që bëhen jashtë. Po, patjetër. Tek ne nuk i thirr kush, marrin vetëm një firmë, edhe kaq, pra ne mendoj unë tani. Nuk e di. Jo, ti nuk e din sepse e din. Por unë e them nga që nuk kam përplasje gjërash. Jo, unë nuk kam përplasje, por është koha për të vënë mend. Po. Kaq. Askush nuk do të donte që të ndodhte ajo që ndodhi, por është koha për të vënë mend. Tani, aktualisht me çfarë po merresh tani? Cila është puna që po bën? Edhe çfarë synon për më tej? Tani detyra radhës kam disa projekte në Bashkinë e Krujës për të bërë matjet për të filluar deri në përpunimin topografik final. Sapo mbylla kursin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Po. U certifikova dhe si ekspert i mbrojtjes ndaj zjarrit. Edhe si ide për mas sa kohësh kam të shoh 2-3 programe në lidhje me GIS-in, kanë dalë 2-3 programe të reja. Janë programe të reja? Po, edhe të certifikohem, është i farë certifikimi ndërkombëtar që merret nga ESRI. I kem dhe ato. I kesh dhe ato? Po. Sepse ti po si pate gjitha, a ka një tri si puna jote, në këtë fushë ju komunikoni me njëri tjetrin, edhe merrni eksperjenca. Patjetër që kam. Ku ka më shumë? Ku ka Tirana, apo kanë? Kam miq në Tiranë, Librazh, në Elbasan, në Shkodër. Ka kudo në Sarand. Në Has, në Karasis. Jep një merdi me to? Keni një lloj networku për praktikat e punës? Kemi ndërveprime me njëri tjetër. Po, që ndërveproni, pra, praktikat më të mira. Dhe e dyta, ky pozicionin që ke ti, sa është i nevojshëm për specialistë të mirë, ju themi fjala vjen, është një sektor që është shumë delikat, që nuk mund të fusish njerëz thjesht. Kem të fut se është miku im ose është militant ose ashtu. Një tjetër, domethënë çfarë mendon ti për sidomos për gjithë këtë sistem, për gjithë këto zyrat urbanistike, se me radhë. Çfarë mendon? Çka ka gjë që këta duhet përmirësojnë
se s'ban. Ose shkruesit e projekte, pra gjithë ky ingranazhe, a kanë nevojë bashki që të shohin ndryshe? Se kanë nevojë patjetër, por mendoj se ka pas një përmirësim të jashtëzakonshëm duke krahasu me periudhën, si të them unë, para 10 viteve, se që kur fillun planet e para urbanistike të rejat me hyrë në fuqi në 2016, ka pas një rritje dhe një përmirësim sepse pothuajse çdo leje ndërtimi është dhënë në përputhje me planin urbanistik, vetëm lejet që jepen nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit, që kanë ato parametrat e veta dhe në zonat bregdetare e tjerë që i përcaktojnë ato, por për mendimin tim urbanistika ndodhet në kushte të shëndosha. Edhe duke ardhur nga Lezhë, që pse po vim nga fundi, po vim nga Lezhë, kanë shqetësu këto urat, kamat e urave, problemet që ka gjithandej. Patjetër duhet ndërhyrje. Dhe e dyta që është në rrugë, se mund të themi në fjalë edhe për rrugën që pritet për të bërë autostrada, për të filluar projekti i Milot Baldrin. Po. E më radhë, por edhe punimet që janë bën atë pjesën e Kasharit. Aty domethënë ka dalë ka një çedim. Ashkiqari çedim skandaloz. Skandaloz. A mendon që ka munguar pikërisht studimet e fushës tane, po mungojnë në këto vepra të mëdha? Po besoj se rasti i Librazhdit është rast për të vënë mend për gjitha këto dhe besoj se kam besim më mirë do bëhet. Më mirë do bëhet. Po. Kur pyetni ju, e të pyeten specialistët, edhe të më të pyeten specialistët e partive. Përndryshe e shkatruan këtë vend, shkatruan ura, shkatruan gjithçka. Sa specialistë mirëfill, kështu. Dhe për ta mbyllur fare, a mendon që sistemi i shkollimit për gjeologjinë përgjithësi, për minjerat në përgjithësi, a nuk do të jetë i kputur, domethënë të jetë ai që kanë qenë dikur teknikumet e mesme, domethënë për gjeologji, për minjerë deri tek shkollat e lartë, dhe duhet forcuar shkolla e lartë e gjeologjisë. Unë besoj që me këto që ndodhen, ajo shkollë nuk do lihet më si një shkollë hajt më, se s'ka kush. Jo, ajo është shkollë shumë e mirë. Po. Me thënë drejtën, nuk do bëhemi gjithë inxhinierë ndërtimi arkitekta, por në fund ditës është një shkollë që t'jep bukë, është zanat, nuk të lën mjafton të kesh dëshirën e mirë, vullnetin e mirë, aty ka shumë në ndeg të gjeologjisë edhe aty dalin student shumë të mirë çdo ditë. Edhe unë kam një mesazh për brezat e ri që mund të jenë moshë 17-18 vjeç, aty nuk del kurrë i humbur. Pavarësisht se duket se është aty afër në rrugën e Elbasanit, po bëhet edhe rikonstruksioni i plot i saj. Aty do jetë një ndër kampuset universitare ndër më të mirat. Ju bën thirrje që ta vazhdoj këtë drejtim. Ta aplikojnë, vazhdojnë atë drejtim. Ti ke po harën, ndjehesh shumë mirë me gjithçka, kështu që ju thu edhe trive që pse jo të drejtohen dhe motrin duke u marrë vetëm me to gjërat sociale, gjërat e lehta, ti marrin atë gjën që shkencat aplikative është shumë e rëndësishme kjo. Patjetër që po. Okej, atë të tjetrin, a do kemi libër tjetër? Më vonë, se 2 i banë e di. Shohim që se bëjmë në i gjë bashkë. Të bëjmë edhe në i gjë bashkë. Po ta shohim. Po s'marrë veshëm nga këto. E shumë bukur. Leonard, ishe shumë kënaqësi, edhe unë të uroj shumë suksese, është kënaqësi me bisedu me ty gjithmonë për punën, me pa punimet që ban, një djalë i updateueshëm me teknologjinë, shumë e rëndësishme kjo gjë. Fjalë pak, tek e pak mbet, por absolutisht je nga profesionistët e mirë që ka veriu i vendit. E them këtë edhe kur e them me binje të plot, nuk e them për të bërë shefin, absolutisht, por unë kam pa produktin tanë të punës. Që uroj të kesh suksese gjithmonë dhe të na sjellësh gjithmonë gjëra të reja, e cilësh këtë modelin tanë që ta shohin dhe administratat kudo që janë, por edhe të rinjt, edhe biznesi privat dhe gjithkusht tjetër. E normal edhe ne këtu do na animosh ndonjëherë ke platformën e Suscom. Mikun tim Dedën kur të ketë ndonjë nevojë. Mirë. Okej, të falenderoj shumë dhe të uroj shumë sukses. Edhe unë jam shumë mirë njohës, edhe vazhdo kështu se na duhesh. Se duhem, ha? Mirë, faleminderit. Atëherë këtu isha me Leonard Dudin,
specialist i gjeoinformatikës, i shkëlqyer, bam një bisedë për këtë fushë që se kemi cek deri tani, ndërkohë që unë do të kem në një moment një të ftuar, një profesor nga më të mirë që ka Shqipëria, dhe e shoh mënyrën se si ai komunikon me publikun edhe përmes rrjeteve sociale, që është profesor Pal Nikolla, i ditëm, i dishëm dhe me vizion dhe i njëri i cili është analitik jo vetëm për këtu në Shqipëri, por e për atë çfarë ndodh përtej Shqipërisë. Kështu që kjo fushë më pëlqen absolutisht dhe do doja që ta kisha edhe këtu Pal Nikollën. Pal, besoj që e ke ndjek sot Blenardin, ke specialistin tonë të mrekullueshëm, kështu që do më përgjigjesh ftesës kur do që ta bëj. Shumë faleminderit, me mua Gjergj Marku do rishihemi sërish në kuvent të premten tjetër. Mirupafshim.